Super. Ma përmende pa këtë pjesën e komfortit klientave. Sa e keni kushtuar rëndësi? A është ideja që të vi dikush thjesht me marrë shërbimin edhe me ik, apo është komplet që nga momenti që hap derën e klinikës? Shikao, të gjithë bizneset e tyre i kanë kthyer me plot kuptimin e fjalës biznes. Erdhi klienti, erdhi pacienti, siç i themi ne, erdhi leku. Jo. Unë dua që ai të ndihet komod. Të gjithë kemi nevojë për pjesën ekonomike, se prandaj i hapim bizneset dhe punojmë, por dua që ai të ndihet komod. Dhe e dim shumë mirë që në ditët e sotme të gjitha kanë frikë dentistin. Kjo nuk diskutohet. Dhe unë dua t'ja shpjegoj të gjitha hap pas hapi procedurën që do ndjeki, që ai mos të ketë absolutisht frikë. Dhe dua t'ja bëj sa më të lehtë dhe sa më të qartë. Dhe kur e shikoj që ata në fund largohen të buzëqeshur, mendoj që misioni dhe detyra ime aty mbaron. Si më thon, nga burën kjo frika e njerëzve, edhe frika jeme, për dentistin. Si më thon, a janë sofistiku, besoj se po, por a janë sofistiku mjetet, metodat për pjesën e dhimbjes? Patjetër që po. Frika më e madhe ka nisur fill në kohën e atëhershme, për arsye sepse atëherë kishte shumë pak anestezi dhe pirjet zakonisht përdoreshin për ata që bënin ekstraksione ose heqje të dhëmbit, nuk përdoreshin tek mbushjet e kanaleve, të heqjeve të nervave në thonjza siç i thot populli, dhe normalisht të heqësh nervin për zgjalli është dhimbje dhe unë e kuptoj shumë mirë. Dhe janë ushqyer me atë idenë që bo frika e dentistit, ndërsa sot bëhet anestezi në çfarë do lloj momenti që ai të ketë dhimbje që mos të ndjej absolutisht asnjë lloj problemi, që kur vjen aty do bëj anestezin dhe jam i qetë. Ikën ajo pjesa e frikës sepse normalisht ndikon shumë ana psikologjike. Kështu që sot mjetet janë shumë të sofistikuara dhe nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi që të vish tek dentisti. Po e kundërta ndodh, se un kam një shok për shembull që ai më parë preferon po themi me heq një llëmb, po anestezi se sa sepse ka frikë më shumë ato xhilpona. Anestezia, po është e vërtetë, sepse thonë se disa mjek kanë ato dorën e rënë, se më përpara aget kanë qenë me diametër shumë më të mëdhash dhe ndërsa sot është në bazë të lloje të ndryshme të nervave aty ku ti do t'i injektosh, qoftë maksil, në fllasi për mandibul, në fllë e poshtme. Kështu që janë në bazë simetrisë të tyre dhe pacienti realisht nuk ka pse të ketë frikë, sepse ne dim ku injektohet që ti mos të ndjesh atë lloj dhimbje. Ka zona që realisht patjetër që të dhëmbin, por që unë zakonisht i përgatis pacientët, shiko, kujdes se kjo zona do të dhëmbi pak. Mundohem t'i bëj një injeksion sa më të lehtë që të mpihet pak dhe unë që të vazhdoj gradualisht procedurën time. Po më bën sens kjo që the që e përgatit pa klientin, sepse kam lexuar diçka në internet që thoshte kur diçka në thojza pak e vështirë emocionalisht për dikë të ndolli, është më mirë me përgatit. Me i thonë që shiko se do kesh këtë, se sa më ardh bum, si më. Është e vërtetë sepse sot realisht shikojnë, unë mund të kryej një procedurë dentistrie dhe ata i shikojnë paraprakisht në internet. Por aty mund t'i egzagjerojnë për shkak të inteligjencës artificiale, që shikojmë lloje së gjëra sot. I egzagjerojnë dhe unë them, kjo nuk ekziston këtu. Ne nuk do bëjmë të procedurë, ne do vazhdojmë një procedurë tjetër që ta largoj atë ndjesinë e frikës që ai mund të ketë, që është parapragatitur duke i parë këto gjëra në internet. Përveç anës shëndetësore, sigurisht është edhe ana estetike e pamjes. Patjetër. Sa rëndësishme është për një njeri buzëqeshja? Shumë, realisht shumë, sepse ata mua më vinë në klinikë dhe thonë i dua si kjo aktore hollywoodiane dhëmbët, ose më thonë zakonisht i dua si që ke ti, i them, unë kam dhëmbët e mi natyral. Ne do të mundohemi të zbatojmë në anën anatomike të fytyrës tënde, sepse në qoftë se vjen një paciente dhe ka fytyrën shumë të vogël, unë nuk mund të bëj dhëmbë masiv të mëdhenj, sepse do dukej realisht shumë keq. Unë mundohem të përshtatem në bazë të fytyrës vet dhe ngjyrën, realisht të gjithë thonë sa më të bardhë. Në momentin që ti je smer dhe i vendos sa më të bardhë, do dukesh skandal. Sepse ti e bardhoshe, mund t'i vendos dhëmbë A3, siç i themi ne, që janë shumë dhëmbë të verë, do stonon të jashmase. Kështu që mundohem të përshtatem naturalitetit, që edhe kur ti të buzëqesh mos kuptosh që ke vendosur dhëmbët, por i ke dhëmbët e tu. Pra, jo në çdo rast, jo në 100% rasteve duhet se s'bën ti kesh dhëmbët ose të shkojnë ti kesh dhëmbë të bardhë. Absolutisht, ja, sepse kjo nuk është në proporcion me fizionominë e pacientit. Të kuptoj. Tregove pak për eksperiencën e klientit. Po pjesën e standardit në punë, për pjesën e higjienës, për pjesën e metodikave etj. Sa kujdeseni ju si klinik? Jo vetëm unë si klinik, por të gjitha klinikat dentare, sepse vjen kontrolli nga shteti higjieno-sanitar, me thënë të drejtën, dhe ata nuk të lejojnë që ti nëse gjejnë diçka jo sterile, jo higjienike, të sterilizuar siç janë instrumentat që janë me aparaturat e sotme,
Në momentin që ti nuk e ke një instrument të sterilizuar, ata kategorikisht të mbyllin biznesin. Dhe kjo është parsore sepse gjithsesi ata nuk të lëshojnë dot dhe atë ligjenon sanitare që është në ditët e sotme. Pa atë ti normalisht nuk punon dot. Dhe realisht mund të mbyllin dhe biznesin dhe licencën dhe ti nuk punon dot. Kështu që ajo është parsore jo vetëm klinikën time, por në çdo klinika. E kuptova.